Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, Bashkësia Islame e Kosovës për nder të muajit të bekuar të Ramazanit ka përgatitur një cikël prej 31 ligjëratash në kuadër të emisionit Në hijen e Ramazanit me të ftuar nga mbar vendi në mënyrë që të jenë sa më afër jush me këshilla dhe porosi të dobishme për nder të këtij muaji të bekuar. Synimi ynë është të jemi sa më pranë jush me mesazhet të cilat i japin kuptim të thellë agjerimit, rikthejnë vlerën e sakrificës dhe bëjnë një Ramazan të përjetueshëm dhe pikëthese për të gjithë ne. Andaj ju ftojmë që së bashku me familjet tuaja të jeni pranë këtij emisioni, duke marrë të mësime dhe duke i shtrirë mes vete, familjet tona dhe shoqërinë tonë që të kemi një mjedis sa më të mirë, sa më të qetë dhe sa më të përjetueshëm. Për të filluar këtë emision, të ftuar kemi mysafirin e parë, krye'imamin e Bashkësisë Islame të Kosovës, Vedat Efendi Sahiti, të cilit i dëshiroj mirëseardhje. Selamun alaikum. Amujte, avlove. Urna. I nderuar kryeimam, mirë se erdhe në emisionin Në hijen e Ramazanit. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Falenderoj për prezencën tuaj. Natyrisht është një gëzim dhe një lumturi të cilën e vrejmë që nga ky moment e tutje, por për t'i dhënë kuptim këtij gëzimi dhe kësaj lumturie që mbretëron mbi zemrat tona, çfarë mund na thuash pse ky muaj është kaq i veçantë? Pse ky muaj ka një rëndësi të tillë? Edhe njerë ju faleminderit për ftesën për qenë pjesë i këtij emisioni me një traditë të lashtë të emisioneve të organizuara nga Bashkia Islame e Kosovës, nder për mua dhe krenari padyshim. Lejoni që fillimisht të uroj edhe gjithë besimtarët për ardhen e këtij muaji të bekuar, duke e lutur të madhin Zot Xhaleshanu që ky muaj sjell begati, mirësi, mëshirë mes nesh, mes besimtarëve kudo ku janë, në veçanti edhe familjarëve tanë që jetojnë në mërgatën e largët. Atëherë, cila është rëndësia e agjerimit dhe muajit Ramazan nga këndi islam? Agjerimi në islam ka një rëndësi të veçantë. Për vetë faktin se është një nga 5 shtyllat e besimit islam, kjo tregon për vlerën dhe rëndësinë që ka në jetën e besimtarit. Agjerimi është një nga ibadetet më të lashta, është një nga adhurimet më të lashta që e kanë përcjellur njeriu që nga fillimësia e tij dhe që nga zanafilla e tij. Qysh me pejgamberin e parë, me njeriu e parë mbi sipërfaqen e tokës, e duke vazhduar kështu me karvanin e gjithë pejgamberëve deri me vurën e profecisë Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Agjerimi për besimtarin ka një rol të rëndësishëm. Në veçanti nga që ka lidh shpirtin e tij, forcon besimin e tij, edukon sjelljen e tij, në veçanti përveç privimit dhe abstenimit nga të ushqyerit dhe nevojat tjera fizike, agjerimi insiston që besimtarit të ngritet në nivel tjetër. Ai është ngritja shpirtërore, duke e lartësuar me fjalë të mira, duke e lartësuar me ibadete, me aktivitete që janë në shërbim të mirës së tij personale, në shërbim të familjes së tij edhe të shoqërisë. Po të njëjtën kohë, ndalimet që agjerimi i kërkon nga besimtari, edhe ato insistojnë që besimtarin të bëjnë sa më të vetëdijshëm për besimin, sa më të vetëdijshëm për fenë, sa më të vetëdijshëm për nevojat e tij personale, po ashtu edhe për nevojat e shoqërisë dhe familjes që kanë prej tij. Agjerimi është një ibadet i lashtë dhe është një nga ibadetet më të gjata që fillon prej para agimit të mëngjesit e deri në perëndim të diellit. Pra, për dallim nga ibadetet tjera, adhurimet që ne i bëjmë në baza ditore apo edhe vjetore, agjerimi si një ibadet është ibadeti që është më i gjatë për ta bërë njeriu të vetëdijshëm në rend të parë për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut ndaj tij, mirë po të njëjtën kohë edhe për të dhënë atij një mundësi që të jetë në fitim të sevapeve dhe shpërblimeve të vazhdueshme në kohën më të gjatë. Nga që gjithë kjo periudhë kohore, që nga para agimi e deri në perëndim, ai është një ibadet të vazhdueshëm dhe për këtë ibadet ka shpërblime të veçanta. Dhe për dallim nga ibadetet tjera, vetëm Allahu xhaleshanu vetëm për agjerimin ja trubon vetvetes duke thënë se as-saumu li wa ana ajzi bihi,
në hadithin kutsit që në transmeton Muhamedi alayhis salam nga Xhibrili se Allahu ka thënë se vërtet agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej atë. Ndërsa kur e përmendet edhe pyetjen tjetër e rëndësisë së Ramazanit, se një nga 12 muajt e Zotit, është rëndësia e tij është e veçantë për faktin që Zoti xhaleshanu e zgjodhi dhe veçoi këtë muaj dhe e dalloi nga gjithë muajt tjerë, nga që këtë periudhë kohore e bëri periudhë kohore të zbritjes së fjalës së tij, të shpalljeve të tij dhe revelatës së tij. Duke filluar edhe me suhufet, pastaj edhe me librat e shenjtë që ne kemi pjesë të besimit ton, duke filluar nga Injili, nga Tevrati, nga Zeburi deri te vula e librave apo vula e revelatave të shpalljes hyjnore, Kur'anin fisnik, pikërisht Zoti xhaleshanu e zgjodhi këtë muaj që të jetë piknisje e zbritjes së tij, në veçanti natën që kulmon me natën e Kadrit që është më me vlerë se 1000 muaj. Pra, kjo është rëndësia e Ramazanit për shkak të shpalljes, në veçanti ne si besimtar edhe në falënderim dhe në mirënjohje ndaj Allahu xhaleshanu që na begatoi, na udhëzoi me një libër të tillë, na zbritën një libër të tillë i cili është udhërfyesi jon për gjatë jetës tonë në sipërfaqe të tokës, ta madhërojmë e ta falenderojmë me ibadetin më të dashur tek ai, e padyshim se nga ibadetet më të dashura te ai është vetë agjërimi. Po. Pra Ramazani në këtë rast agjërimi është ibadet i cili zgjat më tepër se sa ibadetet e tjera. E që synimi i tij është ta edukoj aspektin shpirtëror të njerëzit. Por si trajtohet agjërimi nga këndi kuranor? Çfarë thot i Madhi Zot për të dhe për qëllimin e obligimit të tij? Zoti xhaleshanuhu për të kuptuar në rend të parë, për të kuptuar vlerën dhe rëndësinë e agjërimit, do t'i hedhim edhe në shikim ajeteve kuranore ku është përmendur agjërimi si koncept ibadeti. Nëse vështrojmë ajetet e Kuranit ku është përmendur agjërimi si koncept ibadeti, e gjejmë se në më shumë se 12 vende versetet e ajeteve kuranore është përmendur agjërimi si ibadet, ndërsa ajetet që kanë të bëjnë me obligueshmërinë, ku na tregojnë edhe sekretin apo arsyen e obligueshmërisë dhe detyrimit të agjërimit, po të njëjtën kohë janë ajetet pra e surës El-Bekare. Është ajeti 183 i surës El-Bekare që vazhdon pastaj edhe me ajete tjera ku tregojnë narrativa e tregimit në rend të parë me obligueshmërinë, pastaj tregon se ky një ibadet nuk është një ibadet i ri për ju, mirë po është një ibadet që ka qenë obliguar edhe për popujt para jush. Të njëjtën kohë në fund të këtij ajeti Zoti xhaleshanu shpjegon edhe arsyen, edhe sekretin, edhe urtësinë se për çfarë arsye Zoti xhaleshanu ka obliguar besimtarët në veçantë, nga që besimtarëve u drejtohet ja ayyuhalladhina amanu, nuk thot ja ayyuhan nas, mirë po i drejtohet besimtarëve atyre që e kanë kryer çështjen e besimit. Se kur jemi te obligimet edhe te kushtet e Islamit, do të kemi parasysh se shumica absolute përveç namazit që është obliguar në periudhën mekase, pjesa tjetër e obligimeve, agjërimit, e zekatit, e haxhit janë obliguar në periudhën medinase, nga që periudha mekase ka të bëjë më shumë me besimin, prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu i drejtohet besimtarve në Medinë, nga që ata me çështjen e kapitullit të besimit dhe kushtet e besimit kanë përfunduar, është forcuar besimi në zemrat e tyre, bindja e tyre për gjitha të vërtetat e besimit, duke filluar në besimin në Allahun, në besimin në melaqet e Zotit, në librat e Zotit, në pejgambert e Zotit, ata kanë përfunduar me këtë kapitull, pastaj fillon kapitulli i aplikimit të këtij besimi. Prandaj edhe kushtet e Islamit i kemi si një reflektim dhe një fryt të atij besimi që ne i kemi besuar. Allahu xhaleshanu i drejtohet besimtarëve, ja alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që keni besuar, juve është bërë obligim agjërimi. Pastaj kema kutiba alal ladhina min qablikum, tregon një të vërtet shumë të thellë historike se ky agjërim ka qenë obligim edhe për popujt para jush, edhe në fund të ajetit thot la'allakum tattaqun, dhe shpjegon arsyen dhe sekretin apo urtësinë se për çfarë ne duhet të agjërojmë. Ajo është që ne të arrijmë devotshmërinë. Në vazhdim Zoti xhaleshanu thot ayama ma'dudat, edhe pse ky muaj është i gjatë, mirë po të njëjtën kohë janë ditë të caktuara, janë ditë të numëruara. E ditët e numëruara kalojnë shpejt. Prandaj i drejtohet besimtarëve që ata mos t'i humbasin këto ditë edhe t'i japin vlerë me agjërim, t'i japin vlerë me namaznate, t'i japin vlerë me sadaka, me veprat e mira, me buzëqeshje, me mirësjellje, me mbajtjen e lidhjeve farefisnore e shoqërore.
pra të japin vlerë kësaj kohe, nga që kjo kohë sado që të jetë ky muaj i gjatë, prapë është i shkurtë. Pastaj vazhdon se pikërisht në këtë muaj Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pastaj Zoti shpjegon se muaji në cilin ka zbritur Kurani është Ramazani, e prandaj të agjërojmë atë. Pra kemi një sër ajetësh edhe që trajtojnë agjërimin si ibadet, edhe që japin vlerën e tij, po të njëjtën kohë edhe një sër ajetësh që tregojnë për dispozitat, rregullat, lejesat, ndalesat që rregullojnë çështjen e agjërimit sipas drejtësisë. Atëherë i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam, si e ka jetu dhe se ka jetësu këtë agjërim, të cilin e përmendet se ka qenë obligim qysh heret, e që qëllimi i tij është madhështor. Si ishte agjërimi në raport me jetën e tij dhe me aspektin e jashtëm me njerëz të tjerë? Kur jemi te agjërimi, edhe agjërimi se sa zë vend agjërimin në jetën e pejgamberit alayhis salam, shohim se pejgamberi alayhis salam edhe para se të obligohej agjërimi ai agjeronte ditët e muajit Muharrem. Por me të kaluar në periudhën medinase kur obligohet edhe agjërimi, ai agjeron, po të njëjtën kohë gjejmë se agjërimi gjen shumë vend në jetën e pejgamberit tonë të dashur. Ai agjeronte ditët e bardhë të çdo muaji. Ai agjeronte çdo të hënë e çdo të ejde. Ai agjeronte edhe ditët e Muharremit. Edhe ditën e Ashuras me të kaluar në Medinë. Pra kur i hedhim një shikim se sa ka zënë vend agjërimi në jetën e pejgamberit alayhis salam, shohim se ai në pjesë të madhe të agjërimit, pjesën më të madhe të kohës e ka kaluar në agjërim. Edhe përkundër faktit që vlerat e agjërimit ai ja atribon vllaut të tij, Hazreti Davudit alayhis salam, për cilin thoshte se agjërimi më i mirë është i vllaut tim Davudit, ai agjeronte një ditë jo. Mirë, po kur shohim në jetën e pejgamberit alayhis salam edhe i vlerësojmë edhe njehsojmë këto ditë që i përmenda, ditët e bardha të çdo muaji, për çdo javë, ditët e hënë të ejte, e pastaj edhe ditët e Ashurës, e kështu me radhë, kur edhe Ramazanin, pastaj ditët e Shevalit që përcjellte muajin Ramazan, gjejmë se edhe pejgamberi alayhis salam kishte agjëruar më shumë. Mirë, po nga ky mësojmë një moral shumë të lartë Resulullahi që i atribonte mirësitë dhe vlerat që kishin edhe pejgambert, për të na mësuar edhe neve që edhe ne t'i japim vlerë atyre që vërtet bëjnë vepra të mira. Pra, përveç asaj, edhe nxitja që i bënte Resulullahi, pastaj edhe për muajin Shaban, ai agjeronte më shumë se edhe gjatë muajit Shaban, nga që para përgatiteshte edhe për pritjen e muajit të Ramazanit. Pikërisht ky sunet praktik i Resulullahit tregon për vlerën që ka Ramazani në jetën e tij, për rëndësinë që ka Ramazani në jetën e besimtarit, mirë po në veçanti edhe për shembulltyrën që na jepte që ne sa më shumë të agjerojmë, jemi aq më afër Zotit, jemi aq më të lirë edhe më të pastër, nga që edhe qëllimi i agjerimit është pastërtia e shpirtit. Zoti xhaleshanu e përmend në Kur'anin Fisniku thotë qad aflaha man zakaha, ka shpëtuar ai që ka pastruar shpirtin e tij. Edhe qëllimi i gjitha ibadeteve dhe objektiv kryesor i gjitha ibadeteve që janë nga kushtet e Islamit, siç është namazi, agjërimi, zeqati dhe haxhi, kanë për qëllim ta pastrojnë njeriu. Edhe këto janë ibadetet më të mira që na mundsojnë neve të pastrojmë shpirtin tonë. Se vetëm duke pastruar shpirtin, vetëm ashtu edhe arrim shpëtimin në botën tjetër. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Pra ka shpëtuar ai që ka pastruar shpirtin e tij. Edhe ka dështuar ai që e ka njëllosur shpirtin e tij me mëkate, me gjunahe, me padrejsi, me zullum, me sjellje jo të mirë edhe me sjellje të urryer. Mirë po, ajo që e bën përbashkët edhe Kur'anin, edhe agjërimin, është pikërisht edhe devotshmëria. Kur Zoti xhaleshanu e përmend qëllimin e agjërimit, devotshmërinë, që të arrijnë devotshmërinë, që të jeni të devotshëm, Zoti në njëjtën kohë këtë cilësi ose këtë virtyt i atribon Kur'anit. Në fillim të surës Al-Bekare ku thotë hudel lil muttaqin. Pra ky është libri në cilin nuk ka dyshim në të. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudel lil muttaqin. Pra Kur'anin që po zbresim ne në Ramazan është libri i cilin nuk ka dyshim në të. E ai është çfarë është? Është udhëzues për të devotshmit. Pra Ramazani neve na bën që të arrijmë devotshmërinë, e kur të arrijmë devotshmërinë, atëherë arrijmë të kuptojmë edhe të vetëdijsohemi se vetëm Kur'ani është udhëfyesi ynë.
e jo në një libër tjetër. Vetëm mësimet e Kur'anit do të jenë udhërrëfyesi jonë për sjelljet tona, për veprat tona, për besimin ton, edhe për moralin ton. Po. I nderuar Kryimam, pra ju thoni se në këtë rast edhe agjerimi si tërësi ka barazimin të devotshmëria, po njëkohësisht edhe hapja Kur'anit është pikërisht thirrje se ky libër është për të devotshmit, e që e nënvizuat shumë qartë dhe shumë drejt se devotshmëria është niveli më i lartë edhe i formimit njerëzor, edhe qytetarisë që tregon njeriu të përditshme, por edhe shërbimit ndaj Zotit ndaj të tjerëve. Kur flasim për agjerimin, cilat janë frytet e agjerimit që ne mund t'i shohim apo mund t'i përjetojmë në aspektin e përditshëm? Të frytet e agjerimit do ndërlidhesha prapë në këtë ajet që e përmenda, nga që Kurani nuk është vetëm udhëzues për të devotshmit. Sa është hudel linnas, është udhëzues edhe për mbar njerëzimin. Mirë po, udhëzimi i tij për të devotshmit është më specifik, është më i veçantë. Ndërsa të frytet e agjerimit, për frytet e agjerimit kemi shumë hadithe të vërteta që janë transmetuar nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për vlerat edhe për frytet e saj. E mbi të gjitha është falja. Është amnistia që Allahu xhaleshanu përmes agjerimit si shpërblim për gjithë ata që kanë agjeruar, gjithë ata që kanë privuar vetveten nga ushqimet, nga nevojat e tyre fiziologjike, që e kanë bërë vetëm për hir të madhërisë së tij, Zoti do t'i shpërblejë me shpërblime shumë të veçanta dhe specifike. Zoti xhaleshanuhu edhe në ato ajetet e Kuranit që i përmenda i ka në disa ajete për shpagim të disa veprimeve ose mëkateve ose gjunave ose shkelive që mund të bëjnë besimtarët, thot fasiyamu shahrayn mutataliyin. Pra, do thot faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutataliyin. Është fjala për ai që nuk gjen për shembull të lirojë një rob, Zoti xhaleshanuhu ka obliguar që në vend të saj shpagimi i atij mëkati apo asaj shkelje të bëhet me agjerim. Pra, sikur agjerimi shlyen dhe shpaguan ato mëkate dhe ato gabime që ne mund të kemi bërë gjatë jetës tonë. Po të njëjtën kohë, edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur tregon për vlerën dhe për rëndësinë e agjerimit, gjithmonë e përmend se përmes agjerimit, men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pra, boshti i fryteve të agjerimit lidhet pikërisht me faljen, që Zoti xhaleshanu ka përgatitur falje për gjithë ata që agjerojnë. Ai që agjeron Ramazanin me bindje, me besim të plot, duke llogaritur në shpërblimin e të madh të Zot, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë se do t'i falen atij mëkatet e të kaluara. Pastaj hadithin që transmeton Hazreti Osmani është as-sawmu junnatun min an-nar, se agjerimi është mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Pastaj hadithi tjetër se as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Hadithin cilën e lexova që është nga hadithet e vërteta që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi se 5 kohët e namazit, xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë false dhe shlyrse të mëkateve që ndodhin përveç atyre të mëdhajave që ndodhin brenda këtyre periudhave kohore. Pra, emruesi i përbashkët i të gjitha këtyre të mirave dhe i fryteve që sjell Ramazani, padyshim se është falja, padyshim se ai është synim edhe objektimi i gjithë besimtarëve që të arrijmë faljen e të madhe të Zot, edhe të arrijmë magfiretin e tij në këtë botë dhe botën tjetër. Atëherë, si Kryimam i Bashkisë Islame të Kosovës, ku jeta fetare në mbar vendi natyrisht është në përgjithësinë tuaj, cila është platforma e muajit të bekuar të Ramazanit në vendin tonë edhe në raport me besimtarët tanë? Kur jemi të parapragaditit të Ramazanit dhe platformën që ne kemi përgatitur edhe që ka kaluar edhe në mbledhjen e kryesisë së Bashkisë Islame në mbledhjen e fundit, lejoni që të shpalos disa nga ato pika dhe ato parapregaditje që ne jemi angazhuar edhe po mund do t'i realizojmë edhe para Ramazanit që kemi realizuar, mirë po edhe gjatë muajit Ramazanit. Ne do të kemi një ekip nga ligjërues pikërisht nga Fakulteti i Studimeve Islame, nga kryesia, nga medreset, po ashtu do të kemi imam dhe kryimam që do të kemi pjesë e kësaj ekipe, që të vizitojnë xhamit, do të vizitojnë qendrat islame, do të mbajnë ligjërata, do të mbajnë predikime, këshillime fetare dhe tribuna fetare që do të organizohen edhe nga kryesia, mirë po gjithmonë në bashkëpunim
me këshillat e Bashkisë Islame dhe po besoj që kjo do të sjellë edhe një freski te besimtarët tanë dhe ne do të jemi të gatshëm që të japim kontributin tonë përmes ligjëratave dhe shpjegimeve dhe predikimeve tona fetare. Jo vetëm në vend, mirë po edhe do të jemi prezent edhe në Ruginë, se është një traditë jona shumë e mirë që tash e sa vite po vizitojmë edhe Ruginën, Preshevën, Bujanovcën, Medvegjën, jemi prezent atje me aktivitete vetare, me ligjërata, me tribuna, po ashtu edhe me ndihma, me pakushtimore, me ndihma tjera që ne po mundohemi të qëndrojmë vëllezërve tanë që kanë mbetur jashtë kufirit tonë fatkeqësisht. Po ashtu do të kemi vizita edhe në Maltezi, në Ulqin, po ashtu edhe në Bar, edhe atje kemi qenë prezent me ligjërata, me një ekip nga Kryesia e Bashkisë Islame që kemi vizituar vëllezërit tanë pikërisht edhe në Maltezi. Përveç kësaj kemi edhe një ekip që do të jetë ekip lëvizëse, pra që do të vizitojë edhe qendrat islame shqiptare në diasporë, duke filluar nga Zvicra, nga Gjermania, nga Italia, edhe vendet skandinave që do të jemi prezent me imamët tanë, me kryeimamët tanë, po dhe ligjërues të tjerë që i përmendë që do të jenë pjesë e këtij karvani ligjëruesish që do të japin kontributin e tyre në vetëdijsimin e besimtarëve për vlerën e fesë, për vlerat e besimit, mirë po të njëjtën kohë për të përshuar edhe mesazhe bashkëpunimi për vëllezërit tanë dhe për të parë nevojat dhe kërkesat e tyre se si ne si Bashki Islame me gjitha institucionet tona mund t'i ofrojmë ndihmën tonë në raport me literaturën islame, në raport me dërgimin e kuadrit tonë, e të njëjtën kohë edhe me vizita që mund të realizojmë në qendrat islame. Pjesë e këtyre aktiviteteve zën vend edhe mualimet tona, teologët tona që janë jashtëzakonisht e angazhuara gjatë këtij muajit Ramazanit, do të kenë edhe ata një gamë të madhe aktivitetesh, edhe po besoj që edhe ata do të sjellin një freski, sidomos në raport me mësimbesimin, me masivizimin e mësimbesimit në nivel vendi, në xhami, me grup mosha të ndryshme, edhe ato po bëjnë një punë të mirë dhe të shkëlqyer, edhe ato janë bija dhe motrat tona që janë të përgatitura, kanë avancuar profesionalisht dhe ato po bëjnë një punë të shkëlqyer, sidomos në bartën e këtij emaneti që kemi pjesë të besimit tonë dhe të brezat që vinë pas nesh. Duke mos harruar edhe dimenzionin social dhe humanitar njerëzor, që përmes shoqatës Bereqeti po mundohemi që të ndihmojmë familjet që kanë nevojë, familjet që kanë nevojë për mbështetjen tonë, për përkrahjen tonë, në bashkëpunim edhe me donatorët edhe me partner, qoftë nga Turqia apo dhe Arabia Saudite, mirë po ajo që na gëzon është më shumë fakti që pjesë e madhe e donatorëve tani kemi besimtarët tanë, bamirësit tanë, që po dhurojnë donacione vullnetare dhe numri më i madh i atyre donacioneve pikërisht buron nga besimtarët tanë. Kjo na gëzon, kjo tregon që mirëqenia e besimtarëve tanë është ngrit, po të njëjtën kohë mbi të gjitha është ngrit vetdia e besimtarëve për t'i qëndruar në ndihmë vëllezërve që kanë nevojë. Edhe këto janë mesazhet e Ramazanit, edhe këto janë kërkesat e Ramazanit që neve të na bëjnë më të ndjeshëm në raport me ata që kanë nevojë për ndihmën dhe mbështetjen dhe përkrahjen tonë. Pra organizimi i Bashkisë Islame të Kosovës përfshin çdo sferë dhe çdo aspekt. Kur e shohim këtë organizim kaq të lartë, këtë kontribut të veçantë, si mund ta thuash edhe çfarë të nënkupton kjo në aspektin e lidhjeve shoqërore mes vete? Sa ndikon Ramazanin këtë drejtim dhe çfarë mesazh jep Ramazani për shoqërinë tonë në bashkimin e tyre? S'ka dyshim se Bashkia Islame e Kosovës ka një lidhje të fuqishme me besimtarët të gjitha niveleve. Po në veçantë gjatë muajit Ramazanit ka një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me donatorët, edhe besimtarët tanë, në mënyrë që t'i dalim në ndihmë edhe atyre që kanë nevojë vërtet për ndihmën tonë. Gjitha këto aktivitete që ne kemi organizuar edhe më herët, edhe do t'i realizojmë gjatë muajit Ramazanit, kanë për qëllim që të forcojnë kohezionin social, edhe të forcojnë lidhjet tona, qoftë shoqërore, farefisnore, dhe të njëjtën kohë që ato vlera dhe virtyte të bujarisë, të humanizmit, edhe të sakrificës, ato të kultivohen akoma më shumë të brezat që vinë pas nesh. Nga që vlerat si solidariteti dhe bujaria janë vlerat që kanë dalluar dhe bëjnë veçantë popullin shqiptar, dhe farë këtyre vlerave, ne kemi arritur që edhe në kohë shumë të vështira të mbajmë njëri tjetrin, të avancojmë, të ndërtojmë shtetin, të pavarësohemi me shumë sakrifica, mirë po pikërisht janë këto vlerat të solidaritetit, të vetmohimit dhe të bujarisë që ne në kohët edhe më të vështira kemi dëshmuar se jemi bartës të këtyre vlerave, mirë po prej nesh kërkohet që këto vlera t'i kultivojmë edhe të brezat që vinë.
Padyshim se gjitha këto aktivitete të ndërthurura që janë të integruara me gjitha nivelet e shoqërisë, po besoj që do ta forcojnë këtë kohezion dhe do ta forcojnë këtë bashkëpunim dhe do të jenë gjithmonë në shërbim të të mirës së përgjithshme për gjithë besimtarët dhe qytetarët e Kosovës. Pra, një Ramazan ku lidhja popullore është e fuqishme, e fortë, është një Ramazan i cili shijohet, një Ramazan i cili përjetohet dhe për një Ramazan me cilin synohet edhe shpërblimi nga i Madhi Zot. I nderuar Kryimam, falenderoj shumë për kontributin tuaj mbi këtë temë. Zoti madhruar ju shpërbleft. Ju faleminderit edhe një herë, urime Ramazani. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me kaq përfundon ky emision. Deri në takimet tona të radhshme, Zoti i Madhërisht qoftë mbi ju me mëshirën dhe rahmetin e Tij.